pse gjuha shqipe nuk është e integruar në shumë platforma të inteligjencës artificiale. Në epokën e inteligjencës artificiale, gjuha nuk është vetëm një mënyrë për të komunikuar. Ajo është pasaporta e hyrjes në botën digjitale. Por le ta pyesim veten, ku është gjuha shqipe në këtë botë që po ndërtohet nga algoritmet? Pse gjuhë të tjera ballkanike me më pak folës se ne janë tashmë të pranishme në platformat më të mëdha botërore? A mos vallë është faj i teknologjisë? Apo ndoshta faji është tek ne që se kemi përgatitur terrenin për të ardhmen? Kjo është një çështje që prek identitetin ton kulturor dhe që kërkon një përgjigje të thellë me arsye, por edhe me ndjenjë. Mungesa e të dhënave në gjuhën shqipe. Inteligjenca artificiale mëson duke lexuar miliarda faqe, libra, artikuj e rrjete sociale. Por çfarë ndodh kur nuk ka mjaftueshëm materiale në një gjuhë? Thjesht ajo gjuhë mbetet e padukshme për inteligjencën artificiale. Dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh me gjuhën shqipe. Mungojnë korpuse gjuhësore të plota, mungojnë databazat e hapura dhe mungon infrastruktura digjitale që inteligjenca artificiale të mund të mësoj saktësisht strukturën, rregullat dhe ndjesinë e gjuhës. Shtrohet pyetja, a mund të presim që inteligjenca artificiale ta kuptojë shqipen nëse ne vetë nuk i kemi dhënë materialet për ta mësuar? Pikpyetje. Mungesa e investimeve shtetërore dhe akademike. Në shumë vende të vogla të Evropës, si Finlanda apo Estonia, qeveritë kanë financuar projekte të mëdha për të digjitalizuar gjuhën kombëtare. Në këto shtete ekziston një vizion kombëtar, që gjuha të jetoj edhe në botën e makinave. Në Shqipëri dhe Kosovë mungon ende një strategji e tillë. Akademia e Shkencave, universitetet dhe qendrat kërkimore punojnë veçmas pa koordinim dhe pa një projekt të përbashkët kombëtar. Shtrohen pyetjet, pse nuk kemi ende një qendër kombëtare për gjuhën shqipe në teknologji? A duhet të presim që dikush tjetër ta bëjë këtë për ne, apo është detyrë e jona ta ndërtojmë? Pse disa gjuhë të Ballkanit pra janë në kompanitë më të mëdha, si Google, Microsoft, Meta dhe OpenAI. Trashëgimia e përbashkët e gjuhëve slave, një arsye tjetër që fqinjet tanë janë përpara, ka të bëjë me ngjashmëri teknike të gjuhëve të tyre. Gjuhët slave, si serbishtja, kroatishtja, maqedonishtja dhe slovenishtja, ndajnë rrënje të përbashkëta. Kur inteligjenca artificiale mëson njërin prej tyre, është shumë e lehtë të mësoj edhe tjerat. Por shqipja, ajo është unike. Një degë më vete e familjes indo-evropiane, pa motra të afërta për krahasim. Shtrohet pyetja, a nuk është kjo një arsye më shumë për ta mbajtur dhe zhvilluar si një pasuri të rrallë njerëzore? Në vend që ta shohim si pengesë, duhet ta shohim si arsye krenarie. Një tjetër pengesë është mungesa e koordinimit.
Në vend që të kemi një qendër kombëtare që bashkon dijen, kemi shumë iniciativa të vogla, të shpërndara dhe shpesh të përkohshme. Universitetet dhe akademitë punojnë veçmas. Asnjë strategji e përbashkët, asnjë bashkim forcash. Kjo e bën të pamundur krijimin e një modeli të fuqishëm për Shqipën. Shtrojmë pyetjet: pse ecim të ndarë në një botë që po bashkohet përmes teknologjisë? A nuk është gjuha jonë arsyeja më e fortë për të bashkuar, jo për të ndarë? Përdorimi i shqipës në internet. Në Serbi, Kroaci apo Maqedoni, gjuha vendase është e pranishme kudo. Në mediat online, faqet zyrtare, platformat dhe rrjetet sociale. Tek ne, fatkeqësisht shpesh hasim përzierje me anglishtën apo italishtën apo edhe me gjuhë të tjera. Inteligjenca artificiale i lexon këtë përzierje si të dhëna të pasakta. Në këtë mënyrë, shqipja humbë qartësinë dhe forcën e saj. Shtrohet pyetja: a nuk është koha që ne vetë të fillojmë të shkruajmë, të mendojmë dhe të publikojmë më shumë në shqip? Sepse sa më shumë ta përdorim, aq më shumë ajo do të dëgjohet, edhe nga njeriu, edhe nga makina. Përmbledhje përfundimtare. Arsyeja pse gjuha shqipe nuk është e integruar në mënyrë të gjerë në platformat e inteligjencës artificiale nuk qëndron te madhësia e popullit shqiptar, por te mungesa e strategjisë dhe e bashkëpunimit kombëtar. Gjuhët slave kanë pasur mbështetje shtetërore, financim të qëndrueshëm dhe korpuse të mëdha tekstesh. Shqipja, ndërse unike dhe e pasur, mbetet ende në pritje të një projekti të madh kombëtar digjital. Shtrohet pyetja: a do ta lejojmë që teknologjia të flasë për ne, por jo në gjuhën tonë? Apo do të marrim në dorë përgjegjësinë që gjuha shqipe të ketë vendin që meriton në botën e së nesërmes? Gjuha është kujtesa e një kombi. Nëse nuk e bëjmë pjesë të botës digjitale, rrezikojmë të humbim një pjesë të vetes në heshtje. Radio Lyra në hap me kohën. Ky ishte vetëm një shqetësim i imi personal, por nuk duhet të mbetet vetëm i imi, por duhet të mbetet një shqetësim për institucionet e tona, sepse nuk duhet ta lejojmë që gjuha shqipe të mos digitalizohet dhe të harrohet në një farë mënyre. Ne po e shohim se bota është duke u digitalizuar dhe ne nuk duhet të ngelemi mbrapa në këtë hap. Kështu që në qoftë se dikush e dëgjon këtë shqetësim timin, duhet të marrë hapa dhe të tentoj që gjuha shqipe të digitalizohet nga njerëz të cilët janë përgjegjës. Ky ishte një shqetësim i një qytetari të thjeshtë, i cili gjithmonë është interesuar për botën digjitale, por në fakt dhe me dhimbje të madhe gjuha shqipe e mungon në shumë platforma të botës digjitale. Ju përshëndes me shpresën që do të reflektojnë.